Hani një grusht ara në mëngjes dhe prisni 4 orë. Për të parë të mirat e arave në organizëm, duhet të bëni pikërisht kështu. Në mëngjes pastroni 4 ose 5 kokra ara dhe i konsumoni pa shtuar gjë tjetër. Natyrisht, ju do të praktikoni disa ditë me radhë për të marrë rezultatet. Ky frut i thatë, ashtu si dhe të tjerët, përmban yndyrra të mira dhe nëse konsumohet në sasi të moderuar, është në gjendje që të normalizojë edhe yndyrnat e këqija që janë akumuluar në trup. Pastrimi nga këto yndyrra jo të mira mbron nga sëmundjet kardiovaskulare dhe ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, si dhe nivelin e kolesterolit. Për personat që kanë luhatje të theksuara të këtyre yndyrnave, arat mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Ndaj mos nguroni që t'i keni pjesë të mëngjeseve tuaja për të marrë përfitimet. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj.